Alo. Tash jemi më mirë nën kryetar. Besoj. Unë nënshkrua kontrata me kompaninë e pastrimit se i di që autorizuat ju nga kryetari që ta nënshkruani. Po, kemi nënshkruar një kontratë në vlerë prej 1.5 milionësh me pastrimin dhe konsideroj që kjo megjithatë përmbush kërkesat të cilat i kishin punonësit e kësaj ndërmarrje për shkak se shumica prej tyre edhe ishin të keq informuar. Prandaj konsideroj që kjo kontratë përmbush edhe nevojat e ndërmarrjes për të vazhduar me aktivitetet e tyre në pjesën e grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Mirë, do të ketë edhe një procedurë realisht për ndalur atë grevën, se ka dhe disa kërkesa të grevistëve. Do të jeni në gjendje të plotësoni në mënyrë që të ndalet greva? Po dëgjoni, para prej takimit parë që kishim dhe kur kemi biseduar kësaj kontratës me vlerë prej 1.5 milionësh, do të thoja që greva ka filluar e pa paralajmëruar dhe pa asnjë takim dhe asnjë refuzim nga ana jonë, paraprak. Do të thotë ka qenë thjesht vetëm kur i kemi pa në oborrin e komunës. Prandaj ne nuk ishim të interesuar për diçka të tillë sepse kemi konsideruar që ne mund të ulemi dhe të bisedojmë për çdo gjë dhe ju kemi thënë edhe sindikatës se praktikisht nuk keni nevojë për aktivitete të tilla veprime sindikale do t'i quaja sepse ne jemi krejtësisht hapur. Megjithatë, ata kanë ardhur me një numër të kërkesave të cilat nëse jo asgjë tjetër e kërkojnë kohën e vet për t'u plotësuar. Kam pasur edhe takim të premten me sindikatën dhe kam provuar me sqaru për secilën kërkesë të tyre veç e veç. Një pjesë të tyre kanë kuptim që të përmbusen dhe ne kemi qenë gatshëm edhe për një subvencionim tjetër që kemi planifikuar në një seancë të jashtëzakonshme sipas vendimit të kryetarit, por që opozita nuk ka qëndruar në sallë dhe ne nuk kemi pas kvorumin e mjaftueshëm që ta aprovojmë atë subvencionim, por edhe çështje të tjera të cilat konsideroj që janë më të përgjithësuara, sikur për shembull me iniciativën e kryetarit janë ftuar kryetarët e komunave që janë aksionar në ndërmarrjen pastrimi, kryetari i komunës së Lipjanit, Drenasit, Fushkosovës dhe Obiliqit, dhe në atë kemi marrë vesh, kemi vajtuar që të kemi një grup punues i cili do të përgatit procesin eventual të ndarjes në mjesti të veçanta të kësaj ndërmarrje për të menaxhuar më lehtë nga secila komunë në mënyrë autonome. Kjo është e ardhmja, por si dilet nga kjo situata aktuale, si të bëhet që këta punëtorë t'i kthehen punës? Po unë besoj që punëtorët mund t'i kthehen punës qysh tani,